Që ka përfunduar dhe procesi i votimit në 5 bashki, kryesisht në Vlorë, Berat, Mat, Tepelen dhe Cerik, kryekomisioneri Ilirian Celibashi dha dhe të dhënat e fundit sa i përket procesit të votimit. 18.4% është edhe pjesëmarrja në të gjitha bashkit, pra një le të themi përqindje e përgjithshme të këtij procesi të votimit që ka pasur një pjesëmarrje relativisht të ulët krahasim me zgjedhjet në 2023. Gjithsesi, kryekomisioneri Ilirian Celibashi gjatë një konferencë për media dha me dije dhe të gjitha përqindjet të bashkive përkatësisht. Në Vlorë, pjesëmarrja ishte 12.5%, pra deri në orën 18 ku dhe përfundoi procesi i votimit. Berati me 19.8%, Ceriku me 24.8% pjesëmarrje. Ndërkohë Mati dhe Tepelena kanë pasur dhe përqindjen më të lartë, përkatësisht në Mat me 39.2% e qytetarëve që votuan dhe Tepelena 34.6% e qytetarëve që votuan. Ndërkohë, kryekomisioneri Ilirian Celibashi bëri me dije se të gjitha kutitë e votimit tashmë po shkojnë në KZZ për katse dhe rreth orës 22 Roland pritet që të nisë dhe procesi i numërimit, ku gjithashtu bëri me dije se pritet të përfundojë mesditën e së hënës. Pra do të jetë një proces i shkurtër krahasuar me zgjedhjet e tjera ku procesi i numërimit ka zgjatur me ditë, por duke u nisur dhe nga fakti që ka qenë një pjesëmarrje e ulët dhe duke u nisur gjithashtu dhe nga fakti që janë vetëm 5 bashki, mesdita e së hënës pritet të japë dhe rezultatet përfundimtare. Kjo bëhet fjalë për Vlorën dhe Beratin, që janë bashkit më të mëdha, ndërkohë që Tepelena, Mati dhe Ceriku pritet ku rezultatet të dalin edhe më herët. Megjithatë, gjatë konferencës për mediat, kryekomisioneri Ilirian Celibashi bëri me dije se procesi teknik, pra vetëm votimi sa i përket dhe teknikaliteteve që ka kryer Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka qenë një proces i quajtur i suksesshëm, pavarësisht edhe pjesëmarrjes së ulët në votime. Por Roland, po në fakt kjo u sqarua dhe nga kryekomisioneri Ilirian Celibashi gjatë konferencës së mesditës, ku u shpreh se ka qenë një gabim në premtime, por gjithsesi ata janë kujdesur që të informojnë dhe qytetarët në bashkitë përkatëse se procesi i votimit do të mbyllet rreth orës 18. Pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga Tirana i dha dhe direktivat operatorëve përkatës në qendrat e votimit në Vlorë për të informuar qytetarët se procesi i votimit do të mbyllet në orën 18 dhe jo në orën 19, ashtu siç ishte shkruar në disa qendra votimi. Duke rikthyer edhe një herë tek procesi i numërimit të votave, ti the që rreth orës 22, maksimumi 23 në të gjitha bashkitë do të nisë procesi i numërimit, sigurisht në mbikëqyrjen edhe të komisionerëve dhe të vëzhguesve politik atje.